Po kush është Jeffrey Epstein? Sipas materialeve të shumta të publikuar në mediat amerikane, Epstein ka lindur në janar të vitit 1953 në Brookline të New Yorkut, në një familje hebreje të klasës së mesme. Studioi shkurtimisht matematikë dhe fizik në New York University dhe Cooper Union, por nuk u diplomua kurrë. Megjithatë, në mënyrë të pazakontë, në vitet 70 ajo punësua si mësues matematike dhe fizike në një shkollë elitare Dalton School në Manhattan. Pikërisht aty krijoi lidhjen me familje shumë të pasura. Në vitin 76, falë këtyre kontakteve, ajo punësua në bankën e investimeve Bear Stearns, ku ngrit shpejt në pozicione të rëndësishme, pavarësisht mungesës së një diplome formale. 5 vite më pas, në vitin 81, Epstein u largua në kjo kompani duke hapur dhe krijuar firmën e tij private financiare, duke pretenduar se menaxhonte pasuri miliarderëve. Identiteti i këtyre klientëve nuk u bë kurrë publik dhe realisht pasuria e tij nuk u bë mbetet edhe sot e kësaj dite një mister. Gjatë viteve 1990-2005, Epstein ndërtoi një jetë jashtëzakonisht luksoze duke bërë pronari një rezidence në Manhattan, New York, vila në Palm Beach, Florida, një ishull privat, Little St. James, në ishujt Virgin amerikane, prona në Paris e New Mexico. Të gjitha këto ende edhe sot e kësaj dite janë enigmatike. Por gjatë kësaj kohe ai krijoi lidhje me politikanë, ish kryer shtetësh, biznesmen, akademik dhe figura të njohur të botës së artit dhe filantropisë, duke u shfaqur si donator dhe sponsor shkencor. Jeffrey Epstein mbetet një nga figurat më të errta dhe me kontroverse të dekadave të fundit, një njeri pa diplom të përfunduar, me pasuri të pashpjeguara, lidhje me pushtetin global dhe një dosje kriminale që vazhdon të prodhojë pyetje pa shumë përgjigje. Por kjo e fundit, për pasurinë e tij të pajustifikuar e verifikuar ndonjëherë me hollësi, kanë folë disa nga drejtuesit e famshëm të podcasteve në SBA, si Tucker Carlson, Candace Owen e disa të tjerë, duke cilësuar Epstein si punojës të shërbimit sekret izraelit Mossadit. Sipas tyre Ghislaine Maxwell, bashkëjetuesja e saj, e dënuar dhe ajo tashmë me 20 vite burg në rolin e saj në rekrutimin dhe abuzimin e viktimave minoren, ishte vajzja e një drejtuesi të lartë të shërbimit sekret izraelit, të cilët e rekrutuan dhe Epsteinin punonte për ta. E për këtë fakt ata pretendojnë se Epstein përdorte kompaninë e tij për llogari të këtij shërbimi sekret, duke ofruar shërbime për ata që po i menaxhonin te paratë e tyre. Ata shkonin edhe më tej kur pretendonin se Epstein të gjitha personazhet e njohur të politikës, biznesit i ka filmuar për llogari të shërbimeve sekrete izraelite. Por kjo mbetet vetëm një hipotezë për momentin, pasi nuk ka ndonjë provë konkrete për këto pretendime.